Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse jeni mbi 50 vjeç, mos I fusni në gojë këto ushqime, mund t'ju kushtojnë në shtrenjtë për shëndetin. Thuhet se ju jeni ajo që hani. Në fakt, disa kërkime shkencore kanë treguar se ushqimi I duhur mund të zgjasë jetëgjatësinë me të paktën 10 vite. Kështu duhet I kushtoni shumë më tepër vëmendje asaj që konsumoni. Zakonet dhe nevojat ushqimore ndryshojnë me moshën dhe nevojat të ndryshme korrespondojnë në çdo periudhë të jetës. Konkretisht, pas të 50-tave, ka disa ushqime që bëhen jashtëzakonisht të dëmshme dhe do të ishte më mirë të kufizonit ose të shmangnit marrjen e tyre. Yndyrnat e ngopura janë shumë të dëmshme për shëndetin. Yndyrnat e ngopura të tilla si ato që gjenden në salcice, gjalpë dhe djath kanë treguar se rrisin nivelin e kolesterolit të keq LDL. Por pse është kaq I dëmshëm ky lloj I kolesterolit? Fillimisht ai përkeqëson rrezikun e sulmit në zemër dhe goditjeve në tru. Prandaj ekspertët rekomandojnë që të bëhet jo më shumë se 10% e dietës së një të rrituri mbi moshën 50 vjeç. Burrat e rritur duhet të konsumojnë jo më shumë se 30 gram yndyrë të ngopur në ditë, ndërsa gratë duhet të konsumojnë jo më shumë se 20 gram. Vezët e papërpunuara dhe ato të cilat mund të krijojnë në kushte jo optimale një arsye më shumë për të ndikuar në shëndetin tuaj. Vezët e papërpunuara mund të mbartin sëmundje bakteriale të tilla si salmonela. Nuk po flasim vetëm për vezët e papërpunuara në vetvete, por edhe për të gjitha ushqimet që përmbajnë vezë. Metabolizmi juaj ndryshon dhe aftësia për të përthithur lëndët ushqyese zvogëlohet. Një studim zbuloi se njerëzit që hanë vezë të papërpunuara, duke këshilluar këtu, nuk duhet I pini asnjëherë vezë të pagatuara, mund të rrisin me 50% problemet e salmonelës në trupin tuaj, citojnë ekspertët. Tregohuni më të kujdesshëm me konsumin e ushqimeve të skuqura. Një studim I publikuar në British Medical Journal ka sqartuar se ekziston një korrelacion midis konsumit të përditshëm të ushqimeve të skuqura dhe rritjes humbjes së jetës nga të gjitha llojet e shkaqeve. Të moshuarit janë më të rrezikuar për zhvillimin e sëmundjeve në zemër, problemeve të diabetit dhe radikaleve të lira. Kripa duhet të evitohet ose të minimizohet sidomos pasi kaloni moshën 50 vjeçare. Sasia e tepërt e natriumit mund të rrisë presionin e gjakut duke rritur rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Njerëzit mbi 50 vjeç janë në rrezik më të madh. Presioni I gjakut rritet me kalimin e moshës, si dhe mundësia për të pasur një goditje në tru ose në dëmtim të zemrës mund të shtohet ndjeshëm. Por cilat janë gjithashtu edhe ushqimet që duhet të shmangni? Ushqimet shumë të përpunuara duhet të shmangen jo vetëm pas të 50-tave, por nga të gjitha moshat. Nuk është sekret që ushqimet shumë të përpunuara, veçanërisht ato të ëmbla, janë një dëm I madh për shëndetin. Kjo për shkak se ato përmbajnë sasi të madhe të sheqerit, kripës dhe yndyrnave të ngopura, si dhe konservues, ëmbëlsues dhe ngjyrues. Të gjitha sheqernat e shtuar rrisin më shumë shanset për të prekur nga diabeti, sëmundje të zemrës, madje edhe problemet të imunitetit. Për më tepër ato mund të shkaktojnë një shtim të fortë të peshës dhe sa më shumë arriteni me moshën, aq më shumë humbet aftësia për ta zgjesuar atë që keni shtuar në dietën tuaj. Nëse jeni mbi 50 vjeç, me siguri keni vënë re se ushqimi ndikon edhe në mënyrën e trupit tuaj. Me kalimin e moshës nevojat tuaja ushqyese ndryshojnë dhe shprehja ju jeni ajo që hani bëhet më e rëndësishme se kur më parë. Gratë shohin se nivelet e estrogjenit bien me menopauzën, gjë që çon në ulje të masës kockore dhe një nevojë në rritje për ushqime të pasur me kalcium që mund të ndihmojnë në parandalimin e osteoporozës. Dhe si për gratë ashtu dhe për burrat, trupat humbasin aftësinë për të prodhuar insulin duke çuar në çekuilibër të sheqerit në gjak dhe zhvillimin e mundshëm të diabetit të tipit 2. Metabolizmi ngadalësohet gjithashtu veçanërisht pas moshës 60 vjeçare, që do të thotë se ushqimet me kalori kanë më shumë gjasa të shkaktojnë shtim të peshës. Dietologët sugjerojnë se njerëzit mbi 50 vjeç duhet të marrin këto ushqime në dyqanet ushqimore, erëzat si majdanos, shafran ose rozmarin. Për shkak se kripa mund të kontribuojë në presionin e lartë të gjakut, Dr. Nina Elbaham, një mjeke e gjeneratës në New York, sugjeron se kufizimi I kripës sa më shumë që të jetë mundur është I rëndësishëm pasi keni kaluar të 50-tat, dhe zëvendësimi I saj me ushqimet me erëza është një zgjidhje shumë e mirë për të evituar komplikacione në këtë moshë.
Fasulet. Sipas nutricionistes Tara Tamaino, fasulet janë një mundësi e shkëlqyer për njerëzit mbi 50 vjeç. Fasulet janë një burim i shkëlqyer i fibrave si dhe proteinave me bazë bimore. Fibrat janë lëndë ushqyese kryesore për shëndetin e zemrës, menaxhimin e sheqerit në gjak dhe kontrollin e peshës. Gjiza me pak yndyrë. Në rast se nuk e keni dëgjuar, gjiza po bën një rikthim të madh. Është një opsion i shkëlqyer për njerëzit mbi 50 vjeç. Ky ushqim i proteinës është një zgjidhje e shkëlqyer që mund të konsumohet në çdo vakt të ditës për të përmirësuar imunitetin tuaj. Zarzavatet me gjethe jeshile. Zgjidhni nga zarzavatet tuaja të preferuar ato me gjethe, si spinaqi, lakra jeshile, madje edhe brokoli. Këto perime janë të larta në fiber, hekur, magnez, kalium dhe kalcium, të cilat janë në të gjitha vendimtare për shëndetin e zemrës. Zarzavatet me gjethe janë gjithashtu të ulta në karbohidrate dhe kalori, duke i bërë ato një shtesë të shkëlqyer për dietën nëse po përpiqeni të menaxhoni peshën si dhe sheqerin në gjak. Frutat e pyllit. Të gjitha llojet e manave, duke përfshirë luleshtrye dhe boronica manafera, janë të mbushur me përfitime shëndetësore për njerëzit mbi 50 vjeç. Ato janë të pasur me antioksidantë që ndihmojnë në zbutjen e inflamacionit dhe japin trupit veti të mira për organizmin. Salmoni. Salmoni është një ushqim kryesor për njerëzit mbi 50 vjeç, për shkak të përmbajtjes së lartë të omegës 3, citojnë ekspertët. Frutat e thata. Bajamet, arrat, farat e lirit dhe farat chia janë të pasura me yndyrna të shëndetshme për zemrën. Fibra dhe lëndë ushqyese thelbësore, citojnë ekspertët. Ato mund të ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit të shëndetshëm, në mbështetjen e shëndetit tretës dhe ofrojnë një burim të proteinave me bazë bimore. Quinoa dhe orizi kaf. Drithrat integrale janë një mundësi e shkëlqyer për njerëzit mbi moshën 50 vjeç. Janë një zgjidhje përkatëse me shumë përfitime në dobi të organizmit. Konsumi i këtyre drithrave është një mundësi shumë e mirë në rritjen e performancës së trupit dhe parandalimin e komplikacioneve që mund të lindin mas moshës 50 vjeçare. Drithra të tilla janë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë për të mbajtur një fuqi më të madhe të organizmit tuaj. Nëse keni kaluar të 50-tave, kalciumi është shumë i rëndësishëm për kockat tuaja. Osteoporoza merr shumë vëmendje dhe shumica e grave në moshë kuptojnë se risku për zhvillimin e kësaj sëmundje rritet me moshën. Në fakt, 1 në 3 gra mbi moshën 50 vjeçare është e rrezikuar për thyerje të kockave të shkaktuar nga osteoporoza. Osteoporoza ndikon edhe tek meshkujt gjithashtu, por jo në shkallë aq të madhe sa te femrat. Ne përthithim më pak kalcium me rritjen e moshës dhe aftësia e disa grave për të toleruar qumshtin dhe produktet e tij. Burimet më të mira të kalciumit gjithashtu ulen me rritjen e moshës. Perimet jeshile dhe lëngu i fortifikuar i portokallit janë burimet më të mira të kalciumit. Gratë mbi 50 vjeç kanë nevojë për 1200 mg kalcium në dietën e tyre. Proteina është shumë e rëndësishme për këtë moshë për meshkujt. Gratë në moshë kanë tendencë të qëndrojnë më shumë ulur dhe të ushtrohen më pak. Kjo i bashkon edhe në një proces natyral të plakjes të quajtur sarkopenia, që është humbja e masës muskulare. Derisa të keni mbushur moshën 80 vjeç, gratë mund të humbasin deri në gjysmën e masës së tyre muskulare nëse neglizhojnë marrjen e proteinës dhe ushtrimet të duhura. Konsumi i mjaftueshëm i proteinës redukton impaktin e humbjes së sasive muskulare. Dieta me bazë bimore që nuk përfshin mishin, që është një burim i rëndësishëm për proteinën, mund të sigurojë mjaftueshëm proteinë nëse bëhet zgjidhja e duhur. Ekspertët rekomandojnë sojën, quinoën, vezën, produktet e qumshtit, arrat, farat dhe fasulet. Nevoja për proteinë varet edhe në peshën tuaj. Për gratë e moshës mbi 50 vjeç, ekspertët rekomandojnë 1 deri në 1.5 gram proteinë për kilogram peshë. Për shembull, nëse peshoni rreth 63 kg, do të keni nevojën për 63 gram proteinë në ditë, në mënyrë që organizmi juaj të qëndrojë më i shëndetshëm dhe t'i bëni ballë një sër problemesh të rënda shëndetësore. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.